Në Ballkan nuk ndryshon asgjë, për arsye se ka përcaktuar në këtë doktrinë që ka nxjerr Trumpi, ka përcaktuar në pjesën e Evropës që nuk do të lejoj, dhe thot përsaktësisht, nuk do të lejojmë asnjë dalje, pra. Një sekond. Ja, thot, do të vendosim a broad network of alliances, do të vendosim një aleancë të gjerë, një rrjet të gjerë aleancash with treaty allies, me aleancat e traktateve, pra që janë traktati i NATO-s, pra në aleancë i bie traktati i NATO-s, pra with treaty allies, pra me cilat traktate, me traktati është i NATO-s, and partners dhe partner in the world's most strategically important regions. Ballkani është nga vendet strategjike, por këto vende strategjike do të vendosen, pra do të ushtroj fuqia amerikane nëpërmjet tyre aleancave me këta partner strategjik dhe me këta partner të traktateve, pra nëpërmjet NATO-s, pra siç e ka vendosur NATO në Kosovë, nëpërmjet NATO-s do të ushtrojë fuqinë e vet atje. Nuk do të jetë primare, siç ka qenë edhe sot, deri më sot nuk ka qenë primare. Ne kemi dashur ta bëjmë primare. Por prej njohjes Kosovës, pothuajse nga viti 2012 e mbrapa, nuk ka qenë primare Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra primare Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vënë Evropën. Është Evropa ajo, është vendimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës që ka lënë Evropën të udhëheqë bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë. Pra ja ka lënë asaj, e njëjta gjë vazhdon. Pra do vazhdojnë ta dhe në momentet e caktuara e përcakton në këtë plan, thotë, në momentet e caktuara do të hyjmë neve në rast se ka kërcënim, thotë. Do ndërhyjmë në rast se ka kërcënim ndaj interesave tona. Pra Kosova është interes i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në rast se ka kërcënim do ndryshim, pra nuk është abandonim. Çdo kush që shef se abandonim e ka gabim. Por do thotë që nuk do jenë më Shtetet Bashkuara të Amerikës në vit të parë. Ne do rrim në vit të dytë. Në vit të parë tash i dilni ju të tjerët, pra po ju lëm juve. Pra mësuesi ka nxjerrë nxënësit. Dhe tash po shef se çdo bëjnë nxënësit, por ama i ka gjatë gjithë kohës në vëmendje. Pra nuk kemi abandonim të Ballkanit dhe s'ka për të pasur abandonim të Ballkanit. Fjala vjen në Shqipëri dhe në Kosovë. Jo, nuk kemi pasur abandonim të Ballkanit. Unë besoj që nuk ka nevojë më tashmë sepse siç thuhet për pra të gjitha ato zona ku influenca amerikane do të nuk ka asnjë nuk kemi asnjë ndryshim nga doktrina e vitit 1992 e cila ka qenë doktrina që kanë udhëhequr të gjithë presidentët, kanë ndjekur gjithë presidentët amerikanë deri më sot. Edhe Trumpi po vazhdon të njëjtën doktrinë vetëm se e ka formuluar me fjalë të tjera. Pra, edhe Trumpi, pavarësisht se të gjithë e votuan dhe edhe ne që s'kishim asnjë drejt vote në Shqipëri, përfshi edhe mua, jam një nga përkrahësit e Trumpit fillim, sepse menduam me fjalët e bukura se do luftonte deep state-in, pra u mashtruam, harruam që politika është propagandë. Dhe neve kujtuam se është me të vërtetë. Trumpi doli me që do luftoj deep state-in. Ndërkohë që deep state-in harruam që deep state-i është anglozionizmi. Por Trumpi është anglozionist. Mjaftoni të shihni qendrimin e Trumpin ndaj Izraelit në luftën kundër Palestinës dhe kundër palestinezëve. Pra do ta kuptoni që kemi të bëjmë me një anglosionist. Dhe duke qenë anglosionist dhe duke qenë se deep state është anglozionizëm, atëherë ky është pjesë e këtij deep state-i, vetëm se na hodhi hi syve të gjithëve, duke na thënë që do luftonte deep state, pra do luftonte vetveten. Askush nuk mund të luftojë vetveten. Pra do të vazhdojë e njëjta gjë. Që tentatimi i Amerikës për të mbajtur hegemoninë, për të mbajtur këtë hegemoni që ka pasur, sado dhe për të krijuar idenë se bota nuk është multipolar, biles në një pikë të caktuar, e ka përcaktuar qartësisht ku thot për çështje të dollarit. Pra thot ne një sekond. Jo, s'ka problem, jo. Jo, se kam. Se vazhdon me dollarin drejt. Absolutisht e përcakton qartësisht. Ideja që do të mbroj dollarin, por normale është të mbroj dollarin tash se. Ja, thot. We will work with allies and partners to maintain global and regional balances of power to prevent the emergence of dominant adversaries. Pra e ka përcaktuar këtë. Kjo është balanca e parë për këtë. Edhe prit më ku e thosh. Ja se e gjejmë pa merak. Po, thot ne do të vazhdojmë to keep the dollar's global reserve currency status. Statusin e dollarit. Pra për të mbajtur statusin e dollarit. Pra do të vazhdojmë për po pikërisht statusi i dollarit është bota unipolare. Pra për shkak të asaj se një pjesë e botës tashmë ka filluar dhe bën tregti pa dollar. Pra bën tregti në këtë BRICS-in pa dollar. Pra ata blenë me paratë e tyre, me gjërat e tyre. Për këtë arsye ata e vranë edhe Kadafin, sepse Kadafi ishte i pari që doli dhe ofroi gjitha vendeve afrikane që do merrnin naftë, çfarë do lloj gjë, do blenin në Libi, do t'ju jepte me paratë e vendeve të tyre bazuar mbi floririn. E qartë. Mbi vlerën e floririt në bursë.
Pra nisi dedollarizimin e Afrikës. Dhe në këtë moment amerikanët vendosën ta vrasin. Dhe për ta vrarë lëshuan NATO-n dhe evropianët për ta vrarë Kadafin, pra për interesin e tyre strategjik. Një të njëjtë po bën edhe pra. Edhe tashmë ka përcaktuar në këtë doktrinë që do të mbaj statusin e dollarit si currency, reserve currency global, pasi si monedhë e botës, si monedhë globale. Pra ky është qëllimi, pra kjo është tentativa e hegemonisë, sepse këtu është hegemonia. Bota ka qenë unipolare deri para 23-shit, sepse çdo gjë paguhet me para. Tashmë ka filluar deri diku bipolare, sepse një pjesë e botës nuk po blen më me dollar. Pra ky është problemi. Dhe ky e përcakton këtë strategji që do mbajmë këtë gjë. Një të gjë thotë edhe Volvovici në 92-shin. Pra nuk kemi asnjë ndryshim. Mjafton nuk kemi dashur, pra ata që kanë kundërshtuar të që e kanë nxjerrë sikur ka pasur ndryshim, kanë lexuar atë çfarë duan të lexojnë dhe nuk kanë lexuar atë çfarë duhet të lexojnë.